Para pak ditësh, modelja e njohur një herë azish, banorja Big Brother VIP 4, Loredana Brati, organizoi një festë të madhe për ditëlindjen e saj, ku të ftuar ishin personazhe të njohur për publikun shqiptar. Mirëpo interesi ishte i madh për të zbuluar nëse në atë ditë ishte apo jo Josefin Marku prezent. Kjo pasi gjatë rrugtimit të tyre në Big Brother VIP, dysha në fjalë përjetoi një romancë. Kjo gjë është diskutuar edhe në emisionin Trotuar, ku në panel ishin të ftuarit nga ditëlindja e Loredanës. Në mesin e tyre, aktori i njohur i Portokallis, Eugene Plovishti, i cili ndonse flet për dyshën romantike, tregohet i kujdesshëm për të mos treguar detaje. Erdhi nga fundi, po më duket se erdhi të merrte Valbonën, tha Eugeni duke shkaktuar të qeshura në studio. Në lidhje me këtë, u shfaq paksa irrituar Xheneta Fetahu, e cila ndërhyn dhe shprehet jo. Ka qenë dhe e ka uruar deri te dera. Nuk ka dashur që të futet brenda në mënyrë që të mos agravojë situatën. Nuk ka dashur që t'i prish ditëlindjen Loredanës, tha Xheneta. E pyetur nëse vazhdon të jenë bashkë, ajo shton. Atë nuk mund ta them unë, por të përgjigjem për pyetjen e ditëlindjes. Po ka qenë dhe e ka uruar, pyet Loredanën dhe Jozin.